Pamjet që shikoni në ekran tregojnë gjendjen kritike në fshatrat e Nën Shkodrës, të cilat që prej mbrëmjes së kaluar janë përfshirë nga uji. Situata më problematike është në fshatin Obot, i cili është i izoluar totalisht. Kalimi në këtë zonë nuk është i mundur as me mjetet e larta të ushtrisë, por vetëm përmes varkave. Banorët përmes mesazheve të dërguara në redaksin ton shprehen se përfaqësuesit e institucioneve kanë ofruar ndihma dhe paketa ushqimore, por problem mbetet sektori i bujqësisë dhe blegtorisë. Ky sektor është burimi kryesor i të ardhurave për komunitetin, ndërsa përmbytjet e shkaktuara kanë krijuar dëme të konsiderueshme. Banorët kërkojnë ndërhyrjet menjëhershme nga Bashkia e Shkodrës dhe qeveria për të marrë ndihmë dhe për të rikuperuar humbjet ekonomike.